Ka arritur në 520 ton sasia misrit të bllokuar në doganën e Hanit të Hotit. Aksioni ndërmarrë nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Shkodër ka konstatuar misrin e ardhur nga Serbia, i cili dyshohet se përmban aflatoksina B1, një substancë tepër e rrezikshme për shëndetin e kafshëve. Drejtori i AKU Shkodër, Amir Haderi, bëri me dije se janë marrë 21 mostra, ku pritet rezultati. Teksa tashmë kontrollet janë shtuar në doganën e Hanit të Hotit. Kemi pas raste të pranisë të aflatoksin B1 mbi bazën e rezultateve dhe rritja e kontrollave ka qenë pikën kufitare të Hanit të Hotit. Aktualisht janë marrë 21 mostra për rreth 520 ton, mund të themi, të misër për ushqim për kafsh. Presim rezultatet, ka pas 4 raste paraprake të rezultateve, ku është njeh të gjithë procedurat në bazën e legjislacionit që parashikon Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Rritja e kontrolleve ka qenë më intensive, sidomos në pikën e kontrollit kufitar të Hanit të Hotit, pasi dhe importi është më i lartë në Han të Hotit. Ai tregoi procedurën që do të ndiqet me sasinë e bllokuar. Deri në dalje të analizave zyrtare. Pastaj do të procedojmë o me kthim ngarkesat mrapa ose me azhësim të produktit, nëse ka rezultate pozitive. Ne kemi shtu kontrollet në pikën kufitare, presim që sipas njoftimeve që dalin gjithmonë nga laboratorit e akredituar apo nga laboratori shtetëror i SUV-it, në bazën e tyre do të procedojmë pastaj me ngarkesat e bllokuara. Në lidhje me këtë aksion, më herët ka pasur edhe një bllokim të një ferme në fshatin Trush, pasi rezultoi se furnizohej me misrin blektoral nga subjekti i ndaluar në dogan.